Edhe shkollën të ke ama dhe zanatin e ta marrin, se pa zanat nuk bëhet kërgjo. Që Shqipni kjo është lokali, që është një lokali shumë i vjetër, dhe ne këtu shka punojmë me ngjyrosjen e tekstilit. Ne ala e kina këtë trashëgimtar prej familjes, tu ka qenë baba em gjyshi em kanë punu këtë zanat, pas atine kanë trashëguar në mbas prej babës tem. Pas babës tem shtash i kam edhe fëmijët e mi, gjemët e mi, edhe gjemët e mi e kanë merak këtë zanat, edhe ato po këshirin po e punojnë, po e vazhdojnë këtë punë. Po foli para 3-4 viteve, 50 viteve, unë shka e kam mënje, ka pas për para këtu ka pasën shumë me hargje, që mu ka punu e ka pasën me gjojat leshta, që kanë punu, që kanë përdor të neve shumë, i kanë përdor shumë gjojat e leshta, kanë maru gjempera, heleka, çarapat leshta, që ma që, a kushte shtash që kjo koha, që këto 20 vjetë e fundit, gjatë të leshit krejt hupën. Leshi ka dalë prej përdorimit tone, a ne kina konë që ka kina përnu për pare, kina ngjyrosën leshta, kina pas jambolia, kina shkel jambolia, ka pas shumë punë ka pasën. Ajo ka u, kështa që shështë të jenë të përnu, halojnë të e vazhdu këtë punë, pëse vete që jo që i ka kështu sa ka punë, po kërë ki merak, me dashni këtë punë, edhe kam me dashni edhe nuk e kam menën edhe ta msheli këtë lokat, se hiç me pas punë, unë e po e maj. Për shtetit nuk kam kuni që ndime, po vinë, po fotografon, po reklamon, po të regoj që zanat i vjetër, unë e kam me nërmat vjetër të në qashin e vjetër. E unë e pëse vetë pëse e kam merak, edhe jam të e punu këtë punë. Si që Shqipni këtu, shtashi për momentin, unë e shka po punoj me tesha, me tekstil, që unë gjirosi farmerkat, bluza që ka po prishen prej diellit e që ka po prishen me varakina di, edhe unë ato po ja regulloj po ja të ka, me që jam të punu kapak, jam të qiteri në fund. E që po ngjyros edhe ku, që më dhe këto koshdiak që ti ngjyros na, edhe kapak, shtashi harqin, ka kanë me do harq lesh për para, jam të jatit, unë e po va marrë leqin, që e kajnë ato, edhe po e përpunoj, edhe ngjyrosje me ngjyra, edhe kam do kra, që kajnë na për fshatra, do plaka, po ja jap me mi punu e kilimat, si që shqipni që do kilimat, po jap, jo që i ka ma e ka merak, se për para i kanë përdor tone, kena përdor shumë, edhe jambolia ka pas për para shumë, e shtë që po i gjuj këtë jambolia, këtë atë nuk po i përdorin, a këto po i marë për kjep, dhe njoni vjen për kjep, shemull, edhe e lip, ja për kjep, dhe një ja punojmë, dhe një me përësia shakaj, qajo, që kjo është puna jo, është për momentin, shtash që kam gjemë të mi, ato po e punojnë me ngjyrosin e tekstilit, e kanë merak edhe ato. Unë të ta jam gjallë, këtë punë do ta marrë. Po që fëmijët e mi nuk e di, qofte ata, e shoh që edhe gjalli i madhi e ka merak këtë punë, do ta shikojë për mua. Po sa ka interes nga qytetarët për të vizituar dhe për të njohur më tepër për artizanatët? Interes ka shumë, se vëti që kanë shumë do probleme prej, që më që si që Shqipnia, që të ka blej shumë shtrejte. E që që ta hu dhe të ne hu, e që ka vona që të be këtu edhe ne e regullojna. Interesim ka shumë, ama ka edhe probleme se që ka do materiale që nuk e marrin ngjyrën, ka do materiale që janë përzime, i përzim. Ama shtash që që 2 vjetë e fundit 3, kanë zonë të ashtin materialin që e që ka do. Se për pare kanë përzim, këtë kanë qiturisht që materiali, marina e materiali, nuk e me ngjyrën, ka në materiali përzim, se si që një material e ka ngjyrën e vetë. Se një ashti që ngjyrën e pamukit, një ashti sintetikët, ose sintetikët të ashtit e pamukit, ose ngjyrën e që ka është e leshit, të ashtin me pamukin. Si cëla e ka procedurën e vetë, si cëla e ka mendimin. Se me tekstilin është pak si randë me përnu me ngjyrëna, kjo do të me konë që me donë merak me e pas punën, se prej një njansë ngjyre, prej një ngjyre, mund është me fitu e shumë ngjyra, që si që shqip një që më ka pantale, që ka ngjyros, që do ma shqel, do ma mshel, dush me e di se që shka, që është një ngjyrë, një njansë ngjyre, që ngjyrat janë këtë 10-12 ngjyra normal. Ashtë unë e vetë i bëj kombinimet, do pak ma qëtë, do ma mbyll, do pak ma si, ato dush me i ditë vetat, edhe na i bëjnë ato, se veti që i kam punu bajk i gatë, i kam pas merak, edhe kam merak këtë punë, që i kombinojnë ngjyrat, edhe mishërit janë, që ka i kam të shtashti, elhamdulillah janë të këllash shumë, edhe kam edhe bagim prej Makedonëve që ka vinë, kam blim me të regu më shumë kam prej Makedonëve mishëri, vinë prej mëngjes, prej 8-15 që jena lokalin, edhe mishëri kena kam elhamdulillah mirë. Për me ngjyrosjen e tekstilit,
Cila është mesazhi tek të rinjt që të ruajmë artizanatin e vjetër? Mesazhi i të rinjve është shumë radio. Tash unë nuk jam kundër, unë kam merak që më të rinj janë shlu këtë në për shkolla, në për fakultete, në për... Ajo është shumë mirë. Çka është, në për shkolla, në për fakultete, është mirë. Ama është edhe një gjë që shkolla është shkollë, zanati është zanat. Unë i përshëndes ato familjarët, baballarët e fëmijëve veç që i kanë ata, çka do kohë. Ne ti shkollojnë me fakulteta, ne ti shkollojnë me çka do kohë. Vetëm është mirë ti çojnë dëni zanat. Çfarë do të kohë zanati? Ti u hupon këtë zanatët, këtu ka pas para papuçexhi, çantazhi, ka kipin ti odella ka pas kazanxhi, ka pas këtë u hupën ato zanatçit. Mirë është i përshëndes që qenë edhe fëmijët e vet në për zanate, ta marrin një zanat. Edhe shkollën të ke, ama edhe zanatin e ta marrin. Se pa zanat nuk bëhet kurrë. Zanati nuk le kunjëherë pa bukë. A shkolla kudo e ki shkollën je pa zanat. Kur e ki zanatin, shkon dikuni punon, kupton?